Dyfishosi për marrjen tënde është një super program i cili i vjen në ndihmë të gjithë atyre që kanë një ndërmarrje të vogël ose të mesme, jo të madhe, të vogël ose të mesme. Një ndërmarrje të vogël ose të mesme që duan të arrisin, që kanë ide, që kanë një plan, por nuk kanë financim. Të gjithë ata e kanë derën e hapur në këtë super program sepse do t'i financoj me kredit të butë dhe mbështetje me garanci qeveria shqiptare. Deri në 2 milion euro. 70% kolateralit të garantuar. 10% periudhë lehtësuese. Pra, në bankat e nivelit 2 mund të adresoheni për të parë mundësinë e dyfishimit të ndërmarrjes suaj, të sipërmarrjes suaj. Ndërkohë që në faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, në website, ka edhe një adresë ku mund të drejtoheni për të marrë më shumë shpjegime. Dhe vetëm gënjen dhe mashtron popullin, thot ky gazmor, tamam gazmor shkëmbi, edhe gazmor edhe shkëmb. Pra edhe koka shkëmb, edhe ha e hi. Jo i dashur jo. Unë as nuk mashtroj, as nuk gënjej. Unë punoj për ty. Punoj për familjen tënde, punoj për të gjitha familjet shqiptare, sepse këtë detyrë më ka dhënë shumica e shqiptarëve. Dhe për mua flet puna, për mua flasin faktet, për mua nuk flasin fjalët e panumërta dhe për më tepër nuk flasin sharjet. Sharjet e urrejtësve besnik për mua janë prova që jam duke bërë diçka që ja vlen. Kështu që keq për ty dhe keq për gjithë ata që jetojnë duke sharë, duke përdorur fjalët më ekstreme, më të ulta, si kur janë duke ndarë buzëqeshje dhe mersjellje. Gjuna, shumë gjuna. Ajo që unë di të them është që paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqenie. Kjo është paketa e maleve. Dhe këto janë argumentat dhe faktet. Zhurma, llafet dhe akuzat, shpifjet, sharjet vetëm mjegullojnë sytë atyre që merren me to apo zhyten në to. Paketa e maleve do të jetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të ba Zvicrën e vogël të blertës. E për e them përsëri me dialektin e maleve. Okej? Kështu që po shkoj për theth. Aty ku realiteti i hedh poshtë të gjitha aguridhet dhe brotshkullat që thuhen për mënyrën se si mund të zhvillohet ekonomia e maleve. Aty ku realiteti tregon se njerëzit që punojnë dhe fitojnë në rastin më të mirë në raport me gjithë këto muhabete kanale sociale, mund të bëhen viktima të sulmeve, siç u bën, të sulmeve më agresive dhe më të ulta mbi djersën e tyre, mbi sakrificat e tyre, mbi gjakun e tyre, mbi ato yjet e përshtypjeve të njerëzve që shkojnë dhe do vazhdojnë të shkojnë, të trokasin në dyert e atyre ekonomive, të atyre realiteteve, të atyre agroturizmave, të atyre bujtinave. Ato yje ndajnë Shqipërinë e dembelhaneve që duan vetëm lek
dhe flasin vetëm për lek dhe nuk lënë gjë pa thënë për të gjithë të tjerët që lekun e fitojnë me punë dhe që e kanë në majtë gojës fjalët më të ulta dhe që shpifin e shajnë për këto. Ato yje janë Shqipëria reale e punës. Ato yje janë Shqipëria që do bahet Zvicra e vogël atje në përmala. Dhe ato yje u sulmuan, u shuan për pak ditë, por u kthyen përsëri dhe shkëlqejnë siç shkëlqejnë pikat e djersës të gjithë atyre njerëzve që merren me sipërmarrjen në Shqipëri. Të gjithë atyre njerëzve që krijojnë punë, të gjithë atyre njerëzve që japin punë, të gjithë atyre njerëzve që fitojnë me punë dhe që u bën target. U bën target si shëmbëltyra të një sistemi që disa sorra, disa korba duan ta kthejnë përmbys, por nuk kthehet përmbys më ky sistem. Ky është sistemi i garës, ky është sistemi i punës, ky është sistemi i meritës. Natyrisht këtu do ndalem sepse pastaj për çfarë un kam reflektuar personalisht nga gjithë ajo që kemi parë, nga pasqyra e bulevardit të Flamingove, është temë tjetër dhe do ta ndaj me të gjithë në ditët në vijim. Por ai bulevard është shumë qartësisht i ndarë për mua të paktën, sepse është i ndarë për historinë. Historia e Flamingove është historia e Shqipërisë së re. Ndërsa historia e sorrave dhe e korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbëltyrë simetrike me jashtënxjerrjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmës së Shqipërisë. Është vetëm e shkuara që vjen në forma shumë të rrezikshme dhe shumë të shqetësuese po të shohim historinë. Ekstremet e majta dhe djathta që vinë për të sjellë më të keqen për një vend, përmes sharlatanësh, përmes delirantësh, përmes ignorantësh dhe përmes dështak zëmrakësh të pangushtueshëm. Janë dy histori të ndara. Paketa e maleve është historia e të ardhmes. Investimet e mëdha janë historia e të ardhmes. Shqipëria që duhet ta çojë prodhimin e përgjithshëm kombëtar nga 27 miliardë, ne kemi pasur më pak se 10 miliardë kur kemi nisur këtë detyrë. Në 35 miliardë brenda këtij 10 vjeçari, deri në 2030, është historia e ardhmes. Këta që bërtasin për një Shqipëri që u dashka të jetë vetëm e shqiptarëve, për një Shqipëri ku nuk duhet të ketë huaj, janë më e keqja që mund të ndodhi këtij vendi. Kaq keq Shqipërisë nuk ja kanë bërë as ata të tjerët që u tretën nga bulevardi dhe janë mbyllur atje në kuvlit e kuvendit dhe vazhdojnë ulërasin sepse janë të mbaruar. Gjithsesi, do t'ju informoj në vijim për shumë çka, por edhe një herë shumë respekt për flamingot që më kanë mësuar shumë edhe më kanë bërë të mendoj thellë. Dhe vetëm refuzim dhe madje përveç refuzimit edhe neveri për ata që janë sorrat dhe korbat e mbledhur të këtij vendi dhe që ulërin, që shajnë, që këndojnë vulgaritete në kor dhe ju duket se po ndryshojnë botën. Asgjë nuk ndryshojnë ata. Dhe asnjë shans nuk do kenë këtu në Shqipëri.
dakord. Ja dhe Raimonda Kamberi. Raimonda Kamberi. Mashtrusi e thot. Po pse më Raimonda?